Ardhëm te rubrika Mësafiri i ditës. Këtu me neve kemi Ibrahim Dobrunën nga Oda Avokatëve të Kosovës. Këto ditë janë ditë veçanta për Odën Avokatëve. Na tregoni pse është një përvjetor. Po, është vërtet, është ditë e veçantë për Odën e Avokatëve të Kosovës, për avokatët, po edhe për qytetarët e Republikës Kosovës, sepse ne e kemi ditën e avokatisë që e festojmë me 10 qershor, në fakt, dhe për më tepër kemi edhe 41 vjetorin e themelimit të Odës Avokatëve të Kosovës. Oda Avokatëve të Kosovës është një institucion i pavarur, e cila në organizimin dhe substancën e vetë bazuar në Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe ligjin për avokatin, ka një varg autorizimesh publike për funksionalizimin e saj, për ofrimin e ndihmës juridike për qytetarët, për subjektet juridike, fizike, po edhe për dhënien e kontributit saj në sistemin e drejtësisë në Republikën e Kosovës, që ky sistem të jetë efektiv dhe në shërbim qytetarëve. Mirë, 41 vjet vjen në vitin 1973 që është themeluar, po? Po, në fakt në vitin 1973 Kuvendi i Jashtëhershëm i Kosovës ka themeluar Odën e Avokatëve të Kosovës, e cila ka funksionuar si entitet i pavarur në sistemin e jashtëhershëm dhe për këtë periudhë kohore është krijuar një traditë e profesionit të avokatisë dhe si institucion ka dhënë një varg rezultatesh që i ka shërby funksionalizimit të shtetit ligjor, po mbi të gjitha dhe avokatët që kanë qenë pjesë e Odës Avokatëve të Kosovës në historikën e zhvillimit të saj kanë luajtur një rol të rëndësishëm në mbrojtjen të drejtave dhe ligjeve të njerëzit. Ne kemi një numër të avokatësh që gjatë luftës kanë qenë objektiv i maltratimeve, burgosjeve, deri tek vrasjet, për faktin se ata janë angazhuar pikërisht për realizimin e drejtave të qytetarëve, po edhe në dimensionin e angazhimit të luftës për çlimin e Kosovës, që është një kontribut i jashtëzakonshëm edhe në drejtim të asaj të krijimit të infrastrukturës ligjore, po edhe të përpilimit të Kushtetutës së Republikës Kosovës, të ligjeve. Për më tepër ne kemi një numër të avokatësh që para luftës kanë qenë përpilues të kallëzimit penal kundër Miloševićit aso kohë për shkak të krimeve që ka bërë regjimi i asaj kohe dhe pikërisht gjithë ata patriotë, gjithë ata avokatë që kanë bënë angazhimet e tyre kanë qenë objektivi i sulmeve, po edhe kemi patur edhe viktima. Mirë, atëherë sigurisht ka pas më pak avokat, tash sa avokati ka të regjistruar Oda Avokatëve? Është saktë se aso kohë numri i avokatëve ka qenë shumë më i vogël, edhe të thonë deri para luftës Oda Avokatëve të Kosovës nuk ka pas një strukturë të organizuar çfarë ka sot. Aktualisht kemi 560 avokatë të licencuar në Odën e Avokatëve të Kosovës, po për më tepër na kemi edhe numër të konsiderueshëm të praktikantëve, të cilët e kryejnë praktikën. Dhe Oda e Avokatëve të Kosovës krenohet për periudhën kohore të pas luftës për faktin se sistemi i drejtësisë të Kosovës ka arritur të jap mbi 1200 praktikantë, cilët sot për shkak të trajnimeve që kanë marrë nga avokatët në Odën e Avokatëve të Kosovës janë bars funksione të rëndësishme në sistemin e drejtësisë të Kosovës. Janë avokat, janë prokuror, janë gjyqtar, punojnë në Parlamentin e Kosovës, në qeveri dhe kështu që kontributi i këtyre është jashtëzakonisht i madh. Përveç, domethënë, Oda Avokatëve mbledhet për mbrojtjen e drejtave të avokatëve dhe të profesionit edhe për ngritjen, po edhe për ngritjen e kapaciteteve që përmendëm, domethënë, me trajnime të ndryshme mirë. Çka do të bëni këto ditë, domethënë, gjatë manifestimit, gjatë festimit në vërtet të përvjetorit? Thatë që të shtunën edhe të hanën, keni aktivitete? Po, me 7 dhe me 9, apo? Për ditën e avokatisë, na tani veç kemi bën një traditë të mirë që organizojmë aktivitetet veçanta. Pra gjithashtu në ditën e parë me 7 do të kemi një konferencë për avokatët femna, që është hera parë sepse ne kemi kushtuar rëndësi të veçantë për shkak të numrit të paktë të avokatëve në avokati, kemi vetëm 12% të avokatëve, diku rreth 70 avokate femna, nga numri i përgjithshëm prej 560. Dhe kjo është një sfidë e cila ne po bëjmë përpjekje ta nxisim secilin student që përfundon studimet, sidomos ato femra, sepse nga statistikat që kemi
studimet bazë në Fakultetit Juridike në Kosovë i kryen 50% femna dhe mashkuj, por në profesionin e avokatisë kemi vetëm 12%. Dhe kjo është edhe ideja që të organizohet një konferencë për me pasë si mund të nxisim grupet e caktuara të interesit nga studentët femna që të futen në profesionin e avokatisë. Për më tepër na kemi edhe aktivitete tjera shërbime për qytetarët. Ne do të organizojmë një turezë që do të ofrojmë ndihmë juridike falas për 2 orë në sheshin Nën Tereza, ku avokatët do të dhonë informacione, do të dhonë këshilla juridike për gjithë ata qytetarë që janë të interesuar, që për problemet e veta që kanë të kërkojnë zgjidhje brenda sistemit juridik. Do të thonë këshilla dhe ndihmë pa pagesë, apo? Pa pagesë, pro bono, që është një prej edhe detyrimeve që avokatët në Kosovë i bojnë raport me qytetarët, të cilët janë më pamundësi për të paguar avokatin në rrethana të caktuara. Po ashtu do të është e tradita e dhënies së gjakut. Po. Me institucionin e transfuzionit gjakut, që po ashtu në sheshin Nën Tereza do të bëjmë, do të kemi aktivitete sportive, në shejtari do të marrin pjesë, avokatët cilët kanë interes, po ashtu edhe praktikantët, dhe kjo do të vazhdon me aktivitetet tjera, cilat do të kem një përmbyllje me takimet me donatorët, po ashtu edhe me gjithë ata bashkëpunëtorë të brendshëm dhe jashtë që janë pjesë e zhvillimit dhe sukseseve që ka arritur avokatët e Kosovës për këtë periudhë kohore, veç pas luftës, sepse pas luftës njeh ndryshime rëndësore dhe strukturore, cilat veç Odën e Avokatëve të Kosovës e kanë vënë në pozitën ku e ka vetë Oda e Avokatëve kuadër sistemit drejtësisë në Kosovë. Mirë, ju shtunën, dhe më thonë, e keni këtë konferencen për femnat femnat juriste, e pastaj avokate edhe të hanën të në keni aktivitete, shtunën në Swiss Diamond, të hanën në Emerald? Po, të hanën në Emerald vazhdon dita qendrore manifestimit, ku do të kemi paraqitjen të arriturave, po edhe sfidat që e preokupojnë Odën e Avokatëve të Kosovës, dhe po ashtu e kemi edhe një trezë tematike që do të diskutohet profesioni i avokatisë në perspektivën e bashkëpunimit ndërkombëtar. Sepse ne e shohim shumë të rëndësishëm një temë të tillë për faktin se ne si avokati tani veç në rrethanat e ndryshimeve dhe kërkesave të shoqërisë kosovare që jemi pjesë e integrimit evropian, po ashtu edhe çështja e gjykatës speciale janë çështje me interes me pa edhe bashkëpunimin e Odës së Avokatëve të Kosovës me odat e tjera si motra në regjion veçmas. Unë përkujtoj që vetëm në muajin e kaluar kemi pas një takim në Ohër me nismen dhe mbështetjen e Abarollit, që është organizata më e madhe e avokatëve amerikanë, në një takim regional për të pa mundësitë e bashkëpunimit mes odave të regionit. Ne për te kësaj jemi edhe antar të IBAS, që do të thotë jemi të antar të organizatës më të madhe të avokatëve botëror. Tani veç jemi në një angazhim në kuptimin e qenurit antar vëzhgues të CCB-s, që është organizata më e madhe e avokatëve dhe shoqatave të juristë evropian, dhe në këtë frym ne po mundohemi që bashkëpunimi jon të reflektoj edhe në ngritjen e cilësisë, po edhe të shkëmbimit të përvojave nga dy anët. Mirë, 15 vjet po bëhen prej hyrjes trupave të NATO-s në Kosovë, çlirimit, si qëndron pozita avokatëve në Kosovë, momentalisht tu e di që sistemi është, domethënë ka vështirësitë e veta sistemi i drejtësisë, ka shumë raste pa përfunduar, ka probleme të shumta, si qëndron prej 5 vjet e para pas lirimit edhe tash qëndron pozita avokatëve, ka përmirësime. Ajo që është trashëguar nuk ka qenë ndonjë bazë solide e cila na ka dhënë mundësi që të jemi në situatë që ne të arrijmë rezultate të prekshme, po do të me qenë objektiv. Edhe Oda e Avokatëve të Kosovës e ka nda fatin e institucioneve dhe popullit të Kosovës, edhe nuk ka mujt me qenë jashtë këtyre rrjedhave. Jashtë kontekstit. Në kuadër këtij konteksti, gjithë angazhimi i Odës së Avokatëve është orientuar në përmirësimin e sistemit drejtësisë. Mirë, por ne kemi sfida jashtëzakonisht të mëdha, sepse nuk kemi arritur të kalojmë në ato probleme, ato pengesa të cilat kanë qenë evidente, faktorë janë të shumë për shkak se nuk është menaxhuar sistemi i drejtësisë nga vendorët, mandej mungesa e vullnetit politik për me forcu sistemin e kontrollit nga
mund të thomë lirisht nga partitë politike, sepse nuk e kanë pas interes që sistemi drejtësisë i pavarur në përmasat që duhet jetë dhe që i garanton kushtetuta dhe ligji, dhe gjitha këto në një farë mënyre e kanë ngulfat edhe aktivitetin dhe mundësitë e ndryshime pozitive dhe kualitative. Po megjithatë, ka rezultate cilat konsistohen ato të krijimit të kodit të ri, emërimit gjyqtarëve të ri, e prokurorëve, por numri i madh i çështjeve që janë në gjykata është një prej problemeve më të mëdha që ndikon shumë edhe në punën e avokatëve, sepse klienti kërkon zgjidhje nga avokati e çon çështën në gjykatë, gjykata nuk ka potencial dhe kapacitete me mbyll një proces që fillon. Ne kemi çështje të hapura me vite, me decenje, ka 10 vjet, 15, 20 vjet një çështje që ndihmon këto dhe tash ndërmjetësimet ndihmojnë këto. Po reformat e fundit në sistemin e drejtësisë kanë me lehtësuar barrën e gjykatave për faktin se vetë krijimi i shërbimit notarisë është një prej formave, po ashtu edhe sistemi i ndërmjetësimit e zvogëlon numrin e kontesteve të cilat mund zgjidhet me një marrëveshje që e parashef vetë ky sistem. Kjo është një përparësi e re, po është në fillet e para edhe i duhet kohë adaptu me rrethanat e reja, po edhe opinioni publik me pas qartë që shërbimet juridike mund të kryhen edhe jashtë gjykatës me marrëveshje që mund i ndihmon edhe sistemi tash i ndërtuar me ndërmjetësimit. Faleminderit shumë që ishit me ne. Kënaqësi për ne pas mysafir kryetarin e Odës Avokatëve të Kosovës Ibrahim Dobruna. Tash është koha për gazetat tona të përditshme.